Një influencere me origjinë shqiptare u bë virale në rrjetet sociale për shkak të një gjesti në një koncert të Dua Lipës në Australi. Kjo për shkak se gjatë koncertit, kur po kërcente në shkallët e stadiumit, ajo filmoi veten me një dritë vezulluese të ngjitur në telefonin e saj. Drita rezultoi të jetë shpërqendruese për disa që kishin shkuar për ta shijuar koncertin. Pamjet u publikuan nga një përdoruese tjetër në TikTok, që po ashtu ishte e pranishme në stadium dhe shpejt u bën virale duke marrë miliona shikime. Lidhur me këtë raportoi edhe Daily Mail, nga ku u bë e ditur se influencerja në fjalë është Donjeta Bekteshi dhe ka afro 80.000 ndjekës në TikTok. Pavarësisht se disa e kritikuan veprimin e saj, Donjeta kishte marrë përkraje të madhe nga përdoruesit, me të shumt duke e lavdëruar. Sjellja e njerëzve në koncerte është bërë temë e rëndësishme tek fansat e muzikës nga gjenerata Z dhe e 1000 vjeçarëve. Por më shumë lexoni në telegrafi.com.